Përfaqësues e Asociacionit të Gazetarëve Shqiptar bërë në Ubenia dhe Qendrës për Fuqizimin Ligjor dorëzuan të martën kërkesën për shfuqizimin e vendimit të Këshillit të Ministrave për mbylljen e TikTok. Qeveria shqiptare vendosi më 6 mars të mbyll platformën e njohur. Vendimi për mbylljen totale të TikTok është hap ekstrem dhe i pajustifikuar që shkel lirinë e shprehjes, të informimit dhe liritë ekonomike të qytetarëve, u shpreh drejtuesi i Asociacionit të Gazetarëve Shqiptar Isa Myzaraj përpara godinës së gjykatës kushtetuese. Sipas Myzrajt, legjitimi i një vendimi të tillë do të sillte precedent të rrezikshëm të censurës digjitale që mund t'i hapte më pas rrugën edhe mbylljes së rrjeteve të tjera sociale. Dalimi i aplikacionit u argumentua në vendimin e qeverisë në Shqipëri me pretendimin se përmbajtja e pakontrolluar mund të sillte efekte negative mbi shëndetin psikoemocional. Avokati Franc Terihati, një herës drejtuesi i Qendrës për Fuqizimin Ligjor, u shpreh se mbyllja duhet të ishte masa e fundit. Kryeministri Edi Rama ka deklaruar se vendimi për mbylljen e platformës TikTok u mor nga qeveria pas konsultimeve të gjëra me prindër dhe mësues. Një vendim i marrë në konsultimin e gjerë me 65.000 prindër dhe mësues pasi u ngritën kapacitetet e nevojshme teknike, shkruante Rama në platformën X. Nga vëzhgimet e kryera nga Qendresa Qytetare, një organizatë që merret me monitorimin e zgjedhjeve parlamentare, ka konstatuar se platforma TikTok vijon të përdoret në Shqipëri për qëllime elektorale. Jo vetëm përfaqësues të opozitës, por dhe drejtues të qarqeve dhe kandidatëve potencial nga Partia Socialiste po e përdorin platformën për të bërë fushat.